Kur e lexojmë Kuranin fisnik, aty zbulojmë se Kurani nuk e paraqet jetën e profetëve në rend kronologjik. Madje, edhe kur flet për pejgamberin alayhis salam, për biografinë personale të Muhamedit alayhis salam, as aty nuk jep detaje. Domethënë, Kurani nuk synon ta dokumentoj biografinë personale të pejgamberit alayhis salam. Nuk e tregon ose nuk e rrethen femirinë e Muhamedit alayhis salam. As nuk e tregon rininë e tij. As nuk i përmend emrat e familjes tij, emrat e shokëve të tij. Nuk i përmend këto detaje të jetës së pejgamberit alayhis salam. Thjesht në Kuranin fisnik nuk e gjejmë atë përditshmërinë e jetës së pejgamberit alayhis salam. Nuk është e përshkruar me kësaj. Jeta e pejgamberit alayhis salam në Kuranin fisnik kryesisht shfaqet në 3 pamje. Pamja e parë ose ai diskursi i parë është i dërguari që përcjell mesazh. Pra, misioni i tij, profecia e tij, pejgamberllëku i tij dhe mesazhi që u ia ofron botës. E dyta, Kurani fisnik e paraqet botën e tij të brendshme dhe kryesisht e shfaq nivelin e tij të lartë moral. E lavdron pejgamberin në lidhje me moralin dhe etikën e lartë të tij. Dhe numër 3, e shfaq pamjen ose përballjen e tij me krejt akuzat, shpifjet edhe të pabesimtarëve, po edhe peripetit në anën tjetër me besimtarët, luftat, zhvillimi i shoqënisë edhe gjithë ato telashe që dalin kur një pejgamber e merr emanetin prej Zotit dhe mundohet ta aktualizojë se të realizojë në kontekstin e tij. A thu pse janë këto 3 pikpamje ose pse janë këto 3 pamje të përgjithshme për pejgamberin alayhis salam në Kur'an? Sepse këto 3 pamje janë njerëzore, shpirtërore dhe morale. Janë të zhveshura nga politika, pushteti dhe gjeografia. Prandaj i duhen gjithë njerëzimit. Sepse Allahu i Madhreshëm, nëpërmjet këtij libri të shenjtë, përqendrohet tek mesazhi dhe jo te personi, te kuptimi dhe jo te rrethimi. Sepse mesazhi dhe kuptimi janë çështje që i duhen gjitha kohrave, i duhen gjithë njerëzimit, janë universale, janë përtej kohës dhe vendit. Duke pas parasysh se ky libri i fundit që Zoti ia dha botës, synimet e tij janë përtej vendit, përtej personazheve.